Do doja të pyesja edhe komisionerët sa i përket faktit se pse kandidati i cili ju drejtua pikërisht kësaj qendre votimi nuk votoi në këtë qendër votimi të cilën ne jemi pozicionuar, por i vetmi person që ka votuar në këtë qendër votimi ka qenë vetëm bashkëshortja e tij dhe për këtë do doja të pyesja cila ishte arsyeja që u votua kandidati në një qendër tjetër votimi dhe bashkëshortja e tij në një qendër tjetër. Kjo ka qenë një qendër e përbashkët. Kohët e fundit është ndarë dhe ka qëllu që emri i asaj bashkëshortës kandidatit ishte këtu dhe i kandidati ishte atje më tonë. Po kjo është një qendër votimi dhe nuk ka ndonjë arsye specifike. Kështu që rrini të qetë, gjithçka është në rregull. Sa i përket procesit deri në këtë moment ka pasur problematika? Procesi vazhdon rregullisht, normal, nuk kemi ndonjë problem. Gjithçka është konform ligjeve, rregullave dhe përcaktimeve të KQZ-s. Sa i përket pjesëmarrjes, mund të na jepni një shifër nëse ju e keni? Deri tani është diku rreth tek 30% dhe presim në vazhdim, sigurisht, orët që do vinë do të ketë pjesëmarrje më të madhe. Ju falenderoj, punë të mbarë.